SPA ka çuar për gjykim në gjykatën e posaçme dosjen për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj lidhur me atë që njihet si çështja e SPAK, institucion që u drejtua prej tij dhe që kishte të bënte me fondet ndërkombëtare që i akordoheshin Shqipërisë. Ndaj Beqajit SPA ka ngritur 6 akuza që nisin me korrupsionin dhe përfundojnë me mashtrimin e kryer në bashkëpunim. SPAK në një njoftim zyrtar bën me dije se në përfundim të hetimeve për procedimin penal numër 190 viti 2023, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar paraqiti kërkesën për gjykim ndaj 11 pandehurve, ku përfshihen edhe subjekte tregtare në gjykatën e posaçme të shkallës së parë. Të pandehurit për dosjen së SPAK janë Ilir Beqaj, Ermal Kurtulaj, Gazment Haxhia, Alfred Nikolla, Elton Marini, Bion Aziaj, Bledar Leka, Marinela Jazoj dhe Mira Topçiu, ndërsa si njësi tregtare Nine Service Int SHPK dhe Landways International SHPK. Po ashtu në kuadër të hetimeve është vendosur sekuestro preventive mbi pasuritë e paluajtshme, apartament, me vendodhje në Lungomare Vlorë dhe disa llogarive bankare, e të tjera pasuritë të sekuestruara të pandehurve. Bëhet fjalë për një llogari bankare në vlerën 14.323.125 lek, 15.542.000 lek, 42.318 lek, ndërsa 19.4% kuotave të shoqërisë tregtare Albanian Food and Hospitality Services SHPK po ashtu janë sekuestruar. 3 automjete të regjistruar në pronësi të pandehur, gjithashtu pjesë e pasurive të sekuestruara janë 3 automjete të regjistruar në pronësi të pandehurve.